E ka ngrënë ujku dhe theu këmbën janë disa prej kodeve që kanë dalë nga përgjimet e prokurorisë të kryepleqshve në Dugagjin që i përdornin me kultivuesit e drogës gjatë vitit kaluar. Gjykata shkallës së parë në vlerësim të masës së sigurisë ka lënë në fuqi masën arrest me burg për disa prej shtetasve të arrestuar ditët e fundit, të cilët akuzohen dhe dyshohen si kultivues bimëve narkotike. Përpara gjykatës kanë dalë 2 kryepleq në Dugagjin, Dritan Lisa, Igjin Lushi dhe efektivi FNSH-s që punonte si shofer Ardian Loci. Ky i fundit momentin kur ka folur përpara gjyqtarit Tonin Stergaj, ka derdhur lot duke thënë se ka 21 vite në strukturat e shtetit dhe se ka gruan dhe njërin prej vajzave të sëmur, ndërsa ka hidhur poshtë akuzën sa i ka dekonspiruar aksionet e policisë në Dugagjin për drogën gjatë vitit kaluar, siç tha prokurori i çështjes Albert Muça. Duke qarë, shoferi FNSH-s tha: "Kam 21 vite shofer në FNSH, i kam shërbyer shtetit me zemër e me mendje, kam gruan të sëmur dhe vajzën me sëmundje të keqe në kokë, kam vajzën tjetër të vogël që s'ka kush ma qonë në shkollë, s'kam marrë asnjë shpërblim dhe kam shërbyer me devotshmëri, kam shtëpinë pa pllaka dhe s'kam bukë për të ngrënë, e ndjej veten shumë të rënduar, aq sa të vras veten. Janë akuza të shpifura, edhe një shpërblim që mora, kam shlyer borxhet dhe energjinë elektrike. S'kam patur lek t'i paguaj vajzës ilaçet, nuk i përkas asaj kategorie. Unë i kam quar një shoku një thes miell se s'kishte me çfarë të merrte dhe i thash, mos më thuaj më ashtu se kush e di si merret. Në rregull, më tha. Si qënga, unë kam folur me një të njohur në lagje dhe tani akuzohem. Jam shumë i zhgënjur me këtë që më është bërë, tha shoferi Loci. Prokurori Muça kërkoi masën arrest me burg sepse për shoferin e FNSH-s ka përgjime telefonike që provojnë se ka dekonspiruar aksionet policore duke patur lidhje me grupin e të arrestuarve për drogën. Edhe për kryeplakun Dritan Lisaj të fshatit Mungull në Dugagjin u lan fuqi masa sigurisë arrest me burg sepse edhe për të organi akuzës disponon regjistrime telefonike me nipin e tij dhe personat tjerë të arrestuar. Avokati mbrojtës i Dritan Lisaj, Bujar Hoti, tha se biseda si "më ka ngrënë ujku apo kam thyer këmbën" nuk janë prova për të mbajtur klientin e tij në paraburgim. Vetë kryeplaku Lisaj tha se "kam dërguar letrat për tokën e Bukës në Bashkinë Shkodër dhe i kam thënë se për zonën malore s'kam çfarë bëj sepse nuk jam për atë punë. Për fshatin brenda që kam marrë përsipër, jam i pastër." Edhe kryeplaku Igjin Lushi u shpreh se "është e padrejtë, kam qenë kryeplak dhe me këtë akuzën kushdo ta ketë provë, s'ka vlerë sepse s'ka bashkëpunuar kush me mua, as unë me kënd tjetër." Edhe për shtetasin Igjin Lushi, gjykata la në fuqi masën e sigurisë arrest me burg.